Mensur Zyberaj dhe Bedrush Efeim Gashi janë tre emrat më emblematik të luftës së UÇK-s në Anadrini. Ndjenja e lartë dhe dashurisë dhe bindja në domosdoshmërinë e luftës si rruga e vetme për lirinë e vendit i kishte pozicionuar me kohë në formacionin e lavdis, duke i bërë pjesëtarët e parë të UÇK-s në këtë rajon. Ishte gjykuar brenda shtabit përgjithshëm që një pikë shumë e rëndësishme dhe afër kufirit ishte Drenoci i Ravecit. Unë kam shkuar në Drenoc, kam takuar Mensur Zyberaj dhe shokë të tjerë. Ju them që kemi kaluar një organizim tjetër ushtarak, ka avancuar organizimi politik i shqiptarëve, kemi nevojë për të aktivizuar bazat tona, duhet të fusim njerëz që jenë të gatshëm të sakrifikojnë, dhe më kujtohet një moment shumë i rëndësishëm në takimin tim mas 2-3 vitesh toja kështu me Mensurin, dhe i them që kësaj radhe nuk është fjala për të shpërndar parolla, për të organizuar protesta, për të bërë demonstrata e tjera, por kësaj radhe është puna që do ndërmerren aksione ushtarake dhe sakrifica shumë më e madhe. Më kujtohet si sot dhe kam shumë të freskët këtë kujtim, e ndy vetën si të firën, po them kështu, tha, do thotë që ti nuk ke pas besim të unë, dhe bile më duke se ne ka kohë që po përpiqemi të vijmë kontakte, të gjejmë si t'ja bëjmë kësaj pune. Në mesin e viteve të 90-ta, atëherë kur rrethanat e pushtimit ishin bërë të padurueshme, edhe djemtë e Drenocit kishin gjetur rrugën dhe ishin bërë bashkë me shokët e tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndonse studentë të dalluar në Universitetin e Prishtinës, ata e kishin kuptuar se shkenca nuk mund të kishte dobi në rrethana robërie. Njohja me disa nga prijësit e UÇK-s kishte bërë të mundur aderimin e tyre në UÇK dhe shumë shpejt angazhimin në detyra speciale. Kemi biseduar dhe hapur fillimisht me Mensurin për integrimin e tij të drejt për drejt në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Mensuri ishte entuziast për hapat që ndërmerrte ushtria çlirimtare e Kosovës, për aksionet që kryente anëkën Kosovës dhe dëshironte të ishte pjesë e këtyre angazhimeve, e kësaj lufte të filluar kundër ushtrisë, policisë dhe administratës serbe, e kësaj lufte të filluar për çlirimin e plot të Kosovës. Prandaj Mensuri u bë shpejt dhe në mënyrë meritore pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke formuar formacionin edhe me Bedrushin dhe Feimin dhe të tjerët edhe nga fshati Drenoc në Ravec, edhe njësitin në rrethin e Ravecit. Mensuri, i njohur gjatë luftës si 500-shi, Bedrushi dhe Feimi ishin luftëtarët e parë të UÇK-s nga rajoni i Anadrinis dhe më meritorët sa i përket organizimit të formacioneve luftarake në këtë pjesë të Kosovës. Mensur Zyberaj si ushtar, si njëri i parë i asaj i Rovecit dhe tani i zonës Pashtrikut, unë e njoh që nga fundi i vitit 1996. Lidhjet tona me ta janë krijuar përmes shokëve, miqve, të afërme, cilët kanë krijuar ato besimet, ato rrethana politike dhe ato rrethana të besimit që ne jemi pjesë e këtij organizimi. Ndërsa kontaktet kryesore që kam pas në dhjetor të shtëpia e tij në Drenovc. E kemi biseduar dhe kemi lënë takimin në Prishtinë. Kemi diskutuar, kemi analizuar gjitha rastet dhe ngjarjet që kanë ndodhur dhe ai ka marrë qëndrim që të angazhohet për vete. Kam pasur rastin shumë të madh që të jem shpesh në familjen Zyberaj, të jem shpesh bashkë me Mensurin dhe me shumë personalitete që kanë vepruar në atë kohë, që i kanë dhënë një impuls shumë të madh zhvillimit organizativ të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe patjetër edhe zhvillimit operativ të UÇK-s. Tre çlirimtarët e Anadrinis i karakterizonte guximi, vendosmëria dhe dashuria për atë dheun,
të cilat i kishin trashëguar nga familjet e tyre brez pas brezi, atdhetare dhe të ndershme. Kur jam njoftë me mensurin, unë kam qenë vitin e 2, mensuri ka qenë vitin e 4, ka qenë student i dallum, ka qenë modest, njëri punës, njëri zellshëm. Nëna e mensurit, e lodhur nga vitet dhe vuajtjet e jetës, e ka pothuajse të pamundur të shpreh dhembjen dhe krenarinë e madhe të strukur në krahërorin e saj. Allah, i Zoti me shkollë, me krejt për punë, me krejt. O, fab. Bashkëshortja dhe 2 fëmijët, Zgjimi dhe Flaka, e kujtojnë me mall si burr dhe baba të jashtëzakonshëm. Sa herë gjente pak minuta kohë të lirë nga flakët e luftës, mensuri shkonte tek familja dhe çmallej me fëmijët. Mensuri gjatë luftës është pa shumë rradh me familje. Një ditë para se me lind vajza, ka qenë familje, të nesërmën ka lind Flaka, edhe i kanë tregu shokët. Mas 10 dite ka ardhur për herë të parë me pa vajzën, edhe është nisë për Shqipëri. Ai që ka shkel në shkollë mesme, e deri ku kanë dhanë shpirtin atë ditë, ta i më kanë gjithë një në rjedha, në lëvizje, shkrumin e parollëve, në demonstrata. Dhe më thënë, nuk ka demonstrat që nuk kanë marrë pjesë këta në Prishtinë, nuk ka. Bedrushi ka lënë bashkëshortën dhe 3 fëmijët e tij, të cilët ndonë se në moshë shumë të re, e kujtojnë me dashuri, sidomos nga koha e luftës. Unë isha e vogël veç, më kujtoj ke kur vike çdo herë te çoshi i shtëpisë, unë veç e këshosha e disha që është babi edhe më kapke më për shafke, isha me shok që vishin not aty. Fejimi kur akon në shkollë, unë kur vike kreti i lyni, me Allah që me asish, fejim ku je kanë. Tha, njën, tha jam, tha të kitë vëni, ato pëhem, tha. Në Krusha, tha jam të kitë pëhem. E një njatë, meta vetëm me fejimi. Dhe më thënë, është fjalla për kur ku marrë vesh unë që jënë betuën në shtëri shlimtarë të Kosovës. Dhe më thënë që aty është fjalla tash. Ishtë ka ora 10 natës, akon tetori. 96 tetor. Më pa thënë për para një javë dita, 2 javë dit, ma për para, tha e kom përgatit temin e diplomës. Bab, e tha tash për du me mbrojt me dhe se javë. Bab, tha kom gjanë, tha atë punë. Shuzma ke gjanë, tha që 5-6 vjetë, për që atë punë ke ngajt, për që atë diplomë. Jo, tha kom gjanë, tha sa që në sërbët. Në pushtet Kosovës, tha unë e ma që ata s'kam me mbrojt. Fejimi ishte student i dalluar, e kishte zgjedhur bujqësinë sepse donte t'i jepte më shumë rajonit të tij, kryesisht bujqësor. Latif Susuri, profesor i tij, e kujton me pietet studentin e urtë, këmbgulës dhe të paepur. Temën e kishte ai në kompjuter të unë e kisha temën. Nuk dija se çfarë të bëja, por më vonë më erdhi ideja dhe unë e mora shkrova punimin në gjuhën anglishte dhe e dërgova për botim në Gjermani. Atje u botu punimi, i cili ka një vlerë
shkencore, profesionale, fundamentale. Dhe nuk është vetëm e nivelit të temës diplomas, por lirisht mund të them se ka vlerë të një punimit të magjistraturës. Të pajisur me armën e dhe dashuris nga familja, të ndikuar nga filozofia politike e kolosit shqiptar Ukshin Hoti dhe të gjendur me shokve prijetar të UÇK-s, Mensuri, Bedrushi dhe Fejimi e nisën veprimtarinë e tyre çlirimtare. Sa kemi qenë në Prishtinë, kemi studiuar bashkë, kemi vepruar gjithashtu bashkë, kanë qenë aktivist të çështjes të kauzës shqiptare, kanë qenë patriot, kanë marrë pjesë shumë aktive në lëvizje studentore, në protestat të ndryshme që kanë qenë të një pas njëshme gjatë atyre viteve, sidomos 90-91, dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në atë kohë. I kum njohur që nga koha e studimeve, do të dikun viteve 90-91, përmes shokëve të ndryshëm, kemi ndajtur në takimet e ndryshme në Prishtinë, kemi zhvilluar bisedat e ndryshme politike, dhe gjatë atyre bisedave kam parë se jemi të afërt në orientimet tona për hapat e metutjeshëm televizjes politike të Kosovës. Në takimet e shpeshta që i kemi pas me Mensurin, shumë herë kanë qenë edhe Fejimi dhe ka qenë edhe Bedrushi. Ka ndodhë rrallë të takosha me Mensur Zymberin dhe mos t'ja shihja në dorë apo në xhep një gazet, një libër, e cila për kohën ishte ndaluar dhe për të cilën njeriu mund të merrte edhe dënim burgu. Shpërndante shtypin ilegal, shpërndante zërin e Kosovës, shpërndante çdo gjë që kishte të bënte me çështjen shqiptare, e shpërndante tek studentët pa ngurrim. Para fillimit të luftës, në mars të vitit 1998, ata ishin pjesë e çdo organizimi popullor, të gjitha demonstratave në Prishtinë dhe kudo në Kosovë. Pasi kam vënë kontakt unë me Mensur Zymberajn dhe shokët e tij të ngushtë që janë futur në radhët e UÇK-s, këtë kontakt ja kam kaluar mandej Hashim Thaçi dhe Kadri Veselit. Unë mandej jam kthyer në Tiranë për të treguar për kontaktet që janë vendosur me një bazë të re të tonën të UÇK-s. Këtë kontakt mandej e ka vazhduar pas meje Najt Hasani. Të Mensuri unë i kam pa gjitha vetit i një njeriu të gatshëm për sakrificë, i gatshëm për luftë, i gatshëm për çlirimin e Kosovës. Aderimi në ushtrinë çlirimtare të Kosovës e formësoi edhe më shumë veprimtarinë e tyre patriotike. Ata përgatisnin terenin për aksione të ndryshme, ata bënin vlerësimet e drejta për kohën kur duhet të kryeshin aksionet, dhe ata kryenin aksionen e kohën e duhur dhe në mënyrë shumë të suksesshme. Ata ishin të disiplinuar, ata respektonin në përpikri orientimet e qëndrimeve edhe politike, edhe të kohës e veprime operative të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në vitin 1997, në aksionin e koordinuar të UÇK-s, më 11 shtator, Mensuri dhe Bedrushi të udhëhequr nga Recep Selimi kryejnë sulmin ndaj stacionit të policisë në fshatin Arat Koc. Kam patur rastin që t'jem bashkërisht në një aksion me ta, në njën për sulmeve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që bente në atë kohë me pikat policore serbe, saktësisht në shtator të vitit 1997. Kur ushtria çlirimtare e Kosovës kishte marrë përsipër ta krynte një operacion të shkallës së gjerë, të sulmit mbi caqet serbe, mbi caqet e policisë serbe, apo saktësisht mbi stacionet e policisë serbe, ku atë NATO kryen për mëse 13 aksione në gjithë Kosovën në të njëjtën kohë të njohurat apo të ashtu quajtura aksionet e sinkronizuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe domosdoshmë që nuk mund asnjëherë të shmangësh
theksit të gatishmërisë së tyre të lartë. Nuk mund të shmangësh pa përmendur entuziazmin e tyre të madh dhe gjithsesi krenarinë që ata i bashkan gjithë në ushtrisë shqiptare të Kosovës në momente shumë të veçanta, në formë shumë të veçantë dhe me aksion shumë të veçantë, siç ka qenë aksioni i sinkronizuar i vitit 1997 mbi stacionet policore serbe. Unë mund të them që kontributi i tyre është shumë i madh, shumë i madh. Ata kanë kontribuar edhe para luftës, domethënë kontributi i tyre është shumë i madh për shkak se komplet këtë ky organizim që është bën, domethënë gjatë vitit 98 ka qenë si kontribut i tyre. Një prej angazhimeve kryesore të tre çlirimtarëve të anadrinis ishte furnizimi me armatim. Kjo detyrë u bë edhe më e rëndësishme pas daljes publike të UÇK-s më 28 nëntor 1997 në Llaush të Skënderajt. Mësuri, kontributi më të madh gjatë luftës e ka dhënë si pikë spori ka qenë udhëheci joni. Ka qenë udhëhec i njësitit. Kontributin tjetër ka siguru koridorin Drenos-Kofi me Shqipërinë për bartën e armatimit. Gjë që ka shërbyer Drenosi si pikë shumë e rëndësishme e logjistike për zona tjera, për zonën operative të Drenicës edhe për zonën operative të Dukagjinit. Këtë ky aktivitet, këtë ky koridor që është siguruar në atë kohë, ka qenë rezultat i punës Mensur Zyberat. Celula e UÇK-s në Drenoc rritet me ushtarë të rinj, të armatosur dhe të gatshëm për çdo situatë. Vija e furnizimit nëpërmjet Drenocit ishte bërë tashmë njëra nga arterjet më të rëndësishme për armatimin dhe lëvizjen e udhëheqësve të lartë të UÇK-s. Kur jemi bon 20 edhe 3 kamion armë me kamionin e Asma Zyberit e me iniciative në Arshim Thaqet e Kadri Veselit, i kemi shtije 2 kamiona në Drenic, në fillim të 98-s, e 1 kamion e kemi lanë për regionin tonë. Njëri prej udhëtimeve të shpeshta për furnizimin e bashkëluftëtarëve me armë ishte edhe ai i 26 prillit 1998, kur njësiti i Drenocit, me të cilin ishte edhe Feimi, së bashku me luftëtarët nga Drenica, Ilas Kodra, Sulejman Selimi, Samil Ushtaku e të tjerë, ishin nisur për armatim drejt Pashtrikut, u ndeshën me policinë serbe në Piran të Prizrenit. Ka zhvilluar një luftë pa barabartë, mirë po jemi dalë fitimtar. Na e kemi marrë vetëm një plagë, nuk ka plagos Samil Ushtaki, e ata i kanë pranuar humbjet shumë të mëdha atë ditë, a kanë mbrëmja e 26 prillit. Ditën e 26 prillit, do të thotë kemi qenë me fëmijë, në borë, i kemi një disa krisma. Edhe Mensuri ka qenë në dhamë. Ka ardhë Feimi me një tonë shumë tashpër, edhe më ka thënë shpres thirrë Mensurin. Une kur kam hi, Mensuri ka qenë të shkru dishka në blokun e vetë. Thash, Mensur për të thret Feimi, tha dë të pret. Thash, jo, Feimi për thot del. Atëherë kur ka dalë Mensurin derë, Feimi ka thënë, Mensur tha na kanë rrëthu. Mensuri ka hypë nalt, na nuk e kemi ditë që Mensuri mban armë në shtëpi. Kur ka shdryp të poshtë, ka shdryp me uniform, me armë. Atëherë nona ka pa, nona ti. Edhe tha, Mensur, shka u bo birë. Tha, nan, vllahu na kanë rrej. Do të të vllahu i Mensurit kanë hi forcat. Edhe kanë ngajt me vrap aty, jo vetë Mensuri, po kur jemi dalë në fshat, ka pas përmi 20-30 ushtarë tanë. Dveshon. Të gjithë shokët e organizuar morën armët dhe formuan vijen e frontit. Të gjithë jemi dalë me armatim 13 letë, kemi pas mitroleza, edhe kemi dalë në 2 pozicione. Jo jemi dalë nalt, jo në mahallën e Berishve poshtë, edhe kur jemi dalë në vendin e ngjarjes, nuk kanë pas forcë mu ballafaqu me ne, edhe janë sprap. Edhe atë ditë e kemi thirrë të gjithë fshatin, edhe është bon mobilizim, janë bon vetëm atë ditë rreth 50 ushtarë, edhe janë armatos, jemi pozicionu. Në mbrëmjen e
e 6 prillit janë ardhur anëtarë të shtabit përgjithshëm në Drenoth, lodhën e Avdigashit. Pas daljes publike në këtë pjesë, shtabi operativ për anadrini i vendosur në Drenoc do t'i organizoj radhët dhe më 12 maj do të përleshen me policinë sërbe mes fshatrave Bratatin dhe Ratkovc. Në këtë betej, bien heroikisht Milejm Krasniqi nga Pastaseli dhe Elmi Morina nga Vrajaka, kurse 2 ditë më vonë, më 14 maj, në betejën e Gradishit, bie dëshmori Muhedin Morina nga Glareva. Kemi vazhdu edhe këtu në Drenoth e kemi bojë shtab regional. Kanë ardhur luftetar pi tana onve, domethënë Shal, Llap, Drenic, pi tana regionve këtu e kanë pas selin edhe kanë vazhduar për armatim dhe janë kthye. Betejat e para e shtua nevojën për armatim dhe Drenoci përmes fshatrave Fortez dhe Rogov përbënte pikën më të rëndësishme në këtë fazë. Në mbrëmjen e 27 majit, Fejm Gashi, Sakip Bellaqa, Përparim Thaçi dhe Islam Gashi nisën drejt kufirit me Shqipërinë dhe ndërmjet fshatrave Fortez e Xërc hasin në një prit të forcave serbe. Fejimi, Sakipi dhe Përparimi bien në krye të detyrës, ndërsa Islami plagoset rënd. Gjatë rrugës, kur ke marrë në fshatin Bellacerk, Fortes, në mes të Fortesës dhe Xërzës, e kemi fik dritët, ka qenë rrugë lokale, dhe kur ke marrë Kamesi, kanë filluar të shtënët. Ka qenë një pritë e organizuar nga forcat serbe, edhe për një moment kam arrit dal nga makina, më kanë ndihmuar edhe fati që kam qenë i ulur në ulsën e mbrapme, edhe gjatë daljes jam plagosur, kam marrë 4 pluman, 1 në kokë edhe 3 në kofshën e djathtë, edhe kur kam dalë, fillimisht kam gjuar në drejtim të forcave serbe që vinin plumat, domethënë forcat serbe kanë qenë të pozicionuar diku rreth 20 metra nga rruga këtu ku ka qenë makina. Edhe fatkesia ka qenë se makina për një herë gjatë kur kanë filluar forcat serbe të shtën, është fikur. Edhe aty, domethënë shokët tjerë nuk kanë mundur asnjëri prej tyre të gjuajnë. Edhe në këtë moment, pasi të shtënat kanë ndaluar, forcat serbe janë tërhequr, jam kthyer unë te makina, kam kontrolluar të 3 shokët kanë qenë të vrarë heroikisht. Rënë dëshmor, tash sot janë Sakip Bellaqa, Përparim Thaçi dhe Fejm Gashi. Pasi unë kam vërtetuar vdekjen e shokëve, kam bërë tërheqjen në drejtim të fshatit Celin, edhe rreth 1 ore, sepse nuk kam mundur të ec, pasi që plagët ishin shumë të mëdha në këmbë, atëherë kam bërë zvarritje deri në fshatin, në drejtim të Celinës, në fshatin Bellacerk për 1 orë, edhe kam hyrë në familjen Popaj dhe kam marrë ndihmën e parë, edhe me këtë rast janë ftuar edhe komanda e Drenosit dhe kanë ardhur dhe kanë bërë tërheqjen e trupave. Baba i Fejimit rrëfen për momentin e marrjes së lajmit. Ku ka dhënë shpirtin atë ditë. Lajmi në ka ardhur në ora 10 minuta qitohet. Edhe më ka ardhur njëri më ka kallëzuar që ata njerëz që i keni përull për armë, ata kanë rënë prit. Do të thënë lajmin e kemi pasur, jo kush ka vrarë, nuk na kanë treguar, por që ata njerëz që i keni përcjell për armatim, ata kanë rënë prit. Mas 3-4 orë, ku i kanë pronë kufomet, që i kanë nxerrë që në Fortez, e kanë pronë këtu e kemi pas një farsi e ballonte, atëherë ka ardhur Bedrushi, edhe Gjema, edhe Sofi, edhe ne kanë ngushëlluar dhe ne kanë treguar që janë vrarë Sakipi, Përparimi edhe Fejimi. Ndërsa nëna ja kishte dhënë besën se nuk do të nxirrte asnjë pikë loti për të. Kur kom pa Bedrushin, cukur flutra, tha njona jeme, tha forcë Fejimin e kishin vrarë. Thash njona duhet me konë, thash e forcë besën, tha du mja qunë vend Fejimit.
A qashtu jetë, që se bërneshës provish, thash, kur halal, thash njana së të bëj, thash teshët e fejimit, qysh janë, thash, komplet, me mi prunë. Rënja e fejimit dhe dy shokëve të tij ishte një goditje e rëndë për organizimin e luftës, por përpjekjet bën edhe më të fuqishme. Më 3 qershor formohet batalioni i parë me 3 kompani. Mensur Zyberaj emërohet ndihmës komandant për moral dhe politik, ndërsa Bedrush Gashi ndihmës komandant për logjistik. Në të nësë, pas dorës publike, krejt fshati ka qenë kazern. Mund të me thënë kazern e ushtrisë lindorët Kosovës. Përveç ushtarëve të këtij fshatit, edhe krejt populata a kanë angazhune në shërbim të ushtrisë lindorët Kosovës. Mensuri ishte një nga bashkë me Bedrushin edhe Fejimin, ishin celula e parë asajone, të cilët vërtet kanë dhënë një kontribut shumë të madh për fuqizimin e luftës çlirimtare NATO-n dhe më gjerë. Për herë të parë vinë e prorë të përgatiten me Hashim Thaqin e Kadri Veselin rreth 80 armatosën. Në qata e prorë janë konë 8, është konë Bestim Zorapi, Maja Soni, Kadri Kastrati, edhe disa tjerë Mensuri, edhe ky Agim Qela tash i dëshmor, dëmanin konë të ndërnosi, kanë marrë detyrët, edhe me 23 qershor e kemi bojë për herë të parë batalionin tamon me strukturë ushtarake. Pas betejës së Kramovikut më 14 qershor, më 17 korrekt, batalioni përballet me sprovën më të madhe, luftën e Rahovecit. Gjatë 3 ditëve sa kanë zgjatur luftimet, kompanitë e UÇK-s janë përballur njëkohësisht me 2 situata. Luftimet në vijën e frontit dhe përkujdesjen ndaj popullsisë civile. Mensuri, Bedrushi, Xhelal Hajda Toni, Selajdin Mulla Abazi Mici e të tjerë inkurajonin bashkëluftëtarët dhe qytetarët civil të Rahovecit. Në betejën e fortesës, më 18 korrik, vritet Gani Paçarrizi, komandanti i policisë ushtarake, emrin e të cilit pak ditë më vonë e mori brigada 124 dhe dëshmori nga Drenoci Tafil Zyberaj. Pasi që në këto treva, rreth 6 muaj u mbajtën në kontroll rreth 2/3 e treve së komunës Rahovecit, për mos më thënë e tëra. Por vendi i fortesës që ishte një pikë strategjike, pasi që bonte lidhjen me kanalin e Pashtrikut dhe regionin përmes Drenosit dhe regionin tjetër të Kosovës, gjithmonë rekomandoi që të jetë në kontroll të vazhdueshëm të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas tërë këtij organizimi dhe pas betejave të Rahovecit, pas luftimeve në Shkam, në Gurin e Bardh, e pas luftimeve në Bjeshkët e Shkozës, Mensur Zyberi shtekton për të riarmatosur batalionin dhe sërish në ka rënë që të takohemi në Krushët të Madhe, në shtëpinë e Sejfullahve nga i kishte ai miqt, e sa ndemi përsëri duke analizuar filmat dhe peripetit të ndryshme të thyrjes së Bjeshkës së Pashtrikut, arritëm që në reti sërish të ribashkojmë forcat, të konsolidojmë. Me themelimin e brigadës 124, pashkures time si komandant brigade, Bedrushi dhe Mensuri kanë qenë ndihmës komandanta në komandën e brigadës. Konkretisht, Mensuri ka qenë ndihmës komandant për marrëdhënie civil ushtarake, ose si që kemi thirrur atëherë për marrëdhënie me popullatën, ndërsa Bedrushi ka qenë ndihmës komandant për logjistikën, brigadën 124. Ofanzivat e forcave sërbe pasonin njëra tjetrën, por rezistenca e çlirimtarëve po bëhej gjithnjë më e fortë. Dimrin që pasoi 1998-99, UÇK-ja e shfrytëzon për armatosje dhe mobilizim më të mirë. Mensuri dhe Bedrushi do të udhtojnë disa herë drejt Shqipërisë për nevojat të luftës. Mensuri ishte bashkë me grupin e komandantit Muj Krasniqi Kapuqi, më 14 dhjetor, dhe me gjithë luftimet e ashpra në kufi arrin të futet në Kosovë. Me 14 dhjetor në malin e Pashtrikut, kur Mensuri së bashku me Nuri Begjetin, komandant Hoxhën në atëherë, i vinin asaj
kolonë ashtë të gjatë, herë në fund, herë në kryet kolonës që të bashkonin njësitet për shkak se ishte një mot shumë i keq, një borë madhe, aty shihe një vullnet shumë i madh i tij rreth luftës për liri. Më 24 mars të vitit 1999, kur Alianca Veriatlantike filloi bombardimet e caqeve serbe, fshatrat e Anadrinis u rrethuan nga makineria e rëndë dhe forcat e shumta policore e paramilitare, të cilat vranë e masakruan qindra civil dhe shkatruan e dëgjën mijëra shtëpi. Por, krahas bombardimeve të NATO-s që zgjatën 78 ditë, luftëtarët e UÇK-s vazhdonin betejat për lirinë. Për punën që kemi bën, jemi përpjek që t'i qojmë përpara në çdo sektor të ushtrisë, të një ushtrie shumë të organizuar, shumë kompakte dhe shumë të fuqishme. Pra, dëshiroj që edhe më të tjerë që ky vërrull, kjo punë të mos fashitet, por vetëm të forcohet dhe të evoluoj sa më tepër, sqarohet puna dhe veprimtaria e ushtrisë, se mirë dim në historinë tonë për herë të parë është organizuar një ushtri e tillë. Mirë po, Bedru Zhgashi, njësiti i komandës që akon në Shkoz, e aty është kon Sefer Bityqi, Njazi Bityqi, si drejtues të atina njësitit atëhershëm me komandë. Aja ka marrë për detyrë që me shkue mu dalë ndihmë civilve, se civilt në atë kohë janë konë në presion shumë të madhë. Ka arte në Zatriq, edhe prej Zatriqit është shue bjeshkes të poshtë, edhe ka has mini kompanjoll të serbëve të atërshme, edhe ka bon luftën ball për ball me ta të në ramjen e tij në herë ju kishtë. Pas luftimeve disa orëshe me forcat armike, në këtë vend ku është ngritur ky lapidar, bie heroikisht Bedrush Gashi. Gjatë luftimit Bedrushi ka përdor gjithë arsenalin cën ka pasë dhe në fishekun e fundit, do më anë, ka bo luftime ku nga forcat serbe ka pasë shumë të vranë, që edhe vetë forcat serbe e kanë pranuën. Ka luftuar 3 orë rresht. Prindërit, bashkëshortja dhe 3 fëmijët sot ndjejnë dhembje dhe krenari për djalin, burrin dhe babain e tyre. Halal ju kaftë mundi jem katë me katë, shka i këmë dhanë një piku, një pa që dhanë, që kishë në pasë që sa dihem. Kishë në pasë që sa e vlat që nuk i ranë prapë kësë një lufte, po të këte në fund të në skajtë të qitën, halal ju kaftë katë me katë. Krenare jam shumë, që e kom pas asi brakëshorti, dhe jam e lumë të që i rritit thmin. Jo ata dy që kanë shku që në vëra, po për me konë pushteti sërbë që tu, thashë unë nuk pranoj, jo ata dy që në vëra. Po vesh nuk muj me matë vetën, se i kom edhe atëherë i kishë tash i kom 3 nipa dhe 3 djemë. Thashë vetëm për një nipë, ta kishë në gjallë, se për sot të ma sonë Serbia këtu, se jam gjendje edhe vetë, edhe gjithë të tjertë, me ra për këtë vend, sot Serbia mësë me konë këtu. Pak ditë më vonë, më 28 maj, bie në altarin e liris edhe mensor Zyberaj, 500-shi. Kryesisht me të 28-in, kemi qenë pozicion unë këtë pjesën tu. Deri poshtë. Kemi qenë, përveç që ka qenë brigada 124, që në atë kohë, vetëm këtë pjesë, sa kemi qenë dikun rreth 400-ve. Rreth 100-ve nëme ka qenë i ndihmës, forcës ndihmëse, që është quajtur njësia speciale pranë shtabit përgjithshëm, bashkë me komandantin e zonës atëherë të Sinanin.
kanë qenë ndihmë, ata kanë ardhur. Me koveç kanë ardhur ja 10 ditë para ofenzivës. Forcat serbe janë gjitë prej pjesës edhe bregut, pjesa tjetër janë gjitë këtë pjesë këtë. Kështu komsori kënajna. Komsori, në atë pjesë ka pas edhe blind, një autoblind edhe një pizgavje me sa më kujtohet, në drejtimin ku ka qenë Melsuri, me gjë komandantin e zonës. Ka qenë me të vërtet një luftë e rrept. Që në të vërtet është vështirë njeri me përshkruat atë luftë si ka qenë. Kemi pas diku dëvran për janës tonë, diku 15 apo 16 janë diku dëvran. Në këtë vi, po në vijet tjera. Mërëna që aty në 2 ditëve 3. Po në qatë ko, njeni për e tyne ka qenë Mërsu Zyberi që unë e di e kom njohtë, për po e si njeni për e të meluzëve. Edhe fjala ti e fundit ka qenë, tha, 2 fëmijën i ka përqafu edhe djalin e Osmanit. O me mu, tha, o pa mu, liria ka mu bë. Këta fëmijë tha kanë me fitu edhe me gëzu lirin. Me 28 qershor e gjajmë, ku famën vje vllau i tij prej Zvicrës mazlumi tash i ndjerë, edhe e gjanë. Atëherë ai me disa shok të mensorit vjen në Prizren, i tregojnë ku është i varrosën, edhe gjendet bashkë me Ismail Gashin, dëshmori kombit, zbashku me një varresë. Kur e kujtoj pamjen e tij, fytyrën e tij, buzëqeshjen dhe gjithë ato mundësi, gjithë ato tiparet njeriu tamam Nikolosi është një komandante të një zone të caktuar. Për mua që kam mbjetuar luftën dhe jetoj sot e kësaj dite, është një ndjenjë shumë e përzirë mes një krenarie dhe një dhimbje. Natyrisht se rënja e tyre për mua sot është e vështirë të përshkruat se edhe është vështirë të matet se çfarë obligimi ka shoqëria ndaj atyre që kanë dhënë jetën për Kosovën. Nuk ka çmim më të madh për dikën që ka dhënë jetën, dhe nuk mund të shpërblehet ajo. S'ka çmim, s'mund ta matim ne atë. Por bërja e shtetit sot, krijimi i shtetit Kosovës, mbase është ngushëllimi më i madh dhe më i rëndësishëm për ne që jetojmë, që i kemi njohur ato. Rënja e Mensurit, e Fejimit dhe Bedrushit ishte një goditje e re, edhe për mua si bashkëluftëtar dhe për gjithë bashkëluftëtarët e tyre, por jeta dhe vepra tyre do të mbetet e shënuar gjithmonë në historinë e lirisë e Kosovës, në historinë e ndërtimit të shtetit e Kosovës. Emrat e lavdishëm të dëshmorëve sot i mbajnë rrugët, sheshet, shkollat në mbar vendin. Shtëpia e kulturës në Rahovec mban emrin e Mensur Zyberajt.
në përkujtim të veprës së pavdekshme të çlirimtarëve të Anadrinis, po ngritet ky lapidar me emrat e tyre dhe të dëshmorëve të tjerë të Drenocit, Tafil Zyberaj, Esherefedin Kastrati dhe Isuf Berisha.